Kryeministërimi në hidrovorin e Akërnis është një investim i qeverisë shqiptare në vitin e shkuar, në fundin e shkuar, ku me gati 1.5 milion euro është rikonstruktuar në mënyrë të plot një nga hidrovorët më të rëndësishëm. Mund të themi që janë pajisje të reja që kanë sponsoruar pajisje të para 50 vite. Është një investim që është bërë në vitet 60 dhe rrezikoi edhe jeta e punonjësve ku shkonin dhe riparonin mjetet e është në mbrojtje të gati 5.000 hektar tokë kryesore që kullohet fal këtij investimi dhe sigurisht dhe ruan edhe aeroporti ndërkombëtar të Florës, sepse ky është një investim me të gjitha parametrat ndërkombëtar. Inxhinieri, përshëndetje. Se janë lërët e heshtur. Zoti kryeministër, flas pak dhe historisë se ky hidrovor daton në vitet 62-65, pjesa poshtë. Në ato vite ishte komplet fushat e Akërnis, u futën paralelisht me bonifikimet që bëri atëherë qeveria shqiptare, filloi kineta e Malikit, njëkohësisht filloi edhe kineta e Akërnis. Dhe gjatë kësaj kohe, në vitet 62-65 u bën me stacionizim poshtë, po me pompa me dizel në naftë. Në vitet 70 pastaj filloi ndërtimi i godinës, duke futur pompat gjithmonë pompa të linjes, Kjo është pompë Glans, e prodhuar nga Hungaria e viteve 83, në fjalë. Ja ku kemi motorët, kjo ka qenë gjendja. Kjo pjesa këtu po ta shikosh, atë është një pjesë e vizit më para. Ne ka qenë kusht shumë të vështira. Kjo zgjidh problematikën e tmerrshme. Kjo përfundimisht gjithë edhe puna e aeroportit. Përfundimisht. Gjithë zonën. Në rast për mbytyje për shembull, me këto pompa që janë tani ka një evados shumë shpejt sa rritet me një muaj. Domethënë ato hallet që kemi pas në kaluarën nuk do i kemi. Zona nuk e më. Sistemi është sistemi i verdhë, me fjalë që kemi përsim shumë të madh për administrativ. Unë kam bërë një shembull që duke marrë dy pompa 410 kW që janë ato dy pompat, pra një pompë me sistemi i verdhë përcjell në vit rreth 170.000 kW. Po. Jo. Këtë sistem po. 170.000. Sepse kanë dhe investimet diellore që e vënë në shfrytëzim. Është gjitha automatike. Ju ndërkohë kur ka diell jeni me diell.